Kryeministri në detyrë Albin Kurti kualifikoi përkeqardhje rënien e Kosovës për 24 vende në indeksin e si vjetëm të lirisë së shtypit, të publikuar nga organizata Reporterët pa kufi. 8 ditë pasi raporti rangoi Kosovën të 99-ën mes 180 shteteve të botës, duke mbetur prapa të gjitha vendeve të rajonit, përfshirë Serbinë dhe Shqipërinë, Kurti theksoi se përgjegjësia për këtë nuk bie mbi qeverinë. Tek foli gjatë mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, ai tha se përgjegjëse janë vetë mediat. Në Kosovë mediat janë të lira. Gjendja ku kanë rënë edhe në rënje të besimit në publik është jo si pasojë e ndikimit të qeverisë, po e kontrollit pronarëve dhe mungesës së profesionalizmit. E për këtë, si lëvizje vetëvendosje, e kemi thënë edhe kur ishim në opozitë, e mund të zbatojmë kollaj si qeveri, profesionalizimin gjithnjë më të madh të sa më shumë mediave në Kosovë. Kurti theksoi se ndryshe prej qeverisjeve të kaluara në radhet të qeverisë së tij, nuk ka asnjë pronar mediash, ndërsa vlerësoi se raportet e pushtetit me mediat janë të distancuara dhe profesionale. Para nesh, pushteti dhe mediat ishin së bashku, madje edhe në festa e në pushime. Ne kemi hequr financimin e pushtetit ndaj medias për të mos ndikuar në to, dhe nuk kemi asnjë pronar mediash në qeveri për të mos i kontrolluar ato. Në raportin e si vjetëm të Reporterëve pa kufi, theksohet se liria e medias në Kosovë është kërcënuar nga rregullimi politizuar, qasja e pamjaftueshme në informacionin publik dhe nga rreziqet serioze për sigurinë e gazetarëve. Sipas raportit, gazetarët përballen me sfida serioze, si ndërhyrjet politike, sulme ndaj gazetarëve, diskriminimi etnik dhe mungesa e zbatimit të ligjit. Edhe në raportin e vitit të shkuar, Kosova pati shënuar rënje, tek ka rëshqitur në vendin në 75 nga 56 sa ka qenë më 2023.